Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shurtojnë mundësinë e pushtimit të ishullit iranian Karg. Presidenti amerikan Donald Trump tha për Financial Times se bisedime diplomatike duke se po ecin përpara dhe se do donte të merrte kontrollin e naftës së Iranit. Për të qenë i sinqert me ju, gjëja ime e preferuar është të marr naftën në Iran, tha Trump. Kjo ka të ngjarë që të kërkojë që forcat amerikane të marrin ishullin Karg në gjip përmes të cilit rrjedhin afërsisht 90% e eksporteve të naftës së vendit. Pentagoni thuhet se ka vendosur rreth 10.000 trupa të trajnora për operacione toksore, megjithëse ekspertët paralajmëron se pushtimi i ishullit mund t'i lërë ushtarët të ekspozuar ndaj sulmeve iraniane. Trump tha se bisedimet indirekte me Iranin përmes tërmjetësve pakistanes po përparonin. Sekretari amerikan i shtetit paralajmëror i hapjen e ngushticës së Hormuzit në një mënyrë ose në një tjetër. Marco Rubio deklaroi se rihapja do të bëhet me pëlqimin e Iranit ose përmes një aleance ushtarake ndërkombëtare që përfshin Shtetet e Bashkuara. Qëllimet tona në Iran janë të qarta dhe ne do t'i arrijmë ato brenda javësh, jo muajsh. Nëse Irani zgjedh të mbyllë ngushticën e Hormuzit pasi të përfundojë operacionin ushtarak, ai do të përballet me pasoja të rënda, paralajmëroi sekretari amerikan i shtetit. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara preferojnë të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre me Iranin në mënyrë paqësore, por duhet të jenë të përgatitura për mundësinë që këto përpjekje të dështojnë. Irani njofton se po lejon anijet të kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit për sa kohë që ato nuk i përkasin agresorit dhe nuk janë të lidhura me të. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Bagaei, thotë se Irani nuk do të tolerojë një cikël vicioz lufte, negociatash dhe armë pushimi. Bllokimi i ngushticës së Hormuzit ka vendosur në vështirësi të gjithë ekonominë globale pasi në të kalon rreth 20% e sasisë së përgjithshme të naftës së lëngshme që shfrytëzohet nëpër botë. Sport. Kosova përmbyll rrugtimin drejt kampionatit botëror të futbollit 2026. Një prekje e lehtë e Kerim Artukoglut doli të jetë një goditje e rëndë për Kosovën. Ajo i dha fund ëndrrës së miliona shqiptarëve për paraqitjen në kampionatin botëror që pas pak javësh fillon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada. Artukoglu shënoi gol në minutën e 53 për fitoren 0-1 të Turqisë ndaj Kosovës të martën brëma në Fadil Vokri. Trajneri kombëtares Kosovës, Franco Foda, theksoi se kombëtarja i pati rastet e saj, por nuk arriti ta gjente golin. Dallimi ishte që Turqia shënoi një gol dhe ne jo. Në një moment në defensiv nuk ishim aq të vëmendshëm sa duhet të jemi, u shpreh Foda. Trajneri kombëtares Kosovës tha se gjithë skuadra është zgënjur, por shtoi se ju ka thënë lojtarëve se mund të ndihen krenar për atë që është arritur deri më sot. Trajneri tha se qëllimi kombëtares mbetet kualifikimi për në kampionatin evropian, si dhe paraqitjet në Ligën e Kombeve. Kryeministri i Kosovës pas humbjes ndaj Turqisë u shpreh se të gjithë janë të pikulluar dhe të mërzitur nga ndeshja në stadiumin Fadil Vokri. Përmes rrjeteve sociale, Albin Kurti kërkoi të mos harrojmë që përfaqësuesja ka dhënë emocione të jashtëzakonshme, duke na bërë krenar aq shumë sa të jemi mirënjohës përgjithmonë e për krah për herë. Faleminderit të gjithë lojtarëve, trajnerit dhe stafit për angazhimin e madh në secilën ndeshje, shkruan Albin Kurti. E pranishme në stadium ishte edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka reaguar pas kualifikimit të Turqisë në botëror, e cila mposhti Kosovën në finalen e play-offit. Në një mesazh urimi Erdogan përgëzoi kombëtaren turke për suksesin dhe rikthimin në Kupën e Botës pas 24 vjetësh. E përgëzoi me zemër ekipin ton kombëtar të futbollit, djemt të tanë për fitoren ndaj Kosovës në finalen e play-offit dhe kualifikimin në Kupën e Botës. Suksese në ndeshjet e grupeve kundër Australisë, Paraguayt dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet në mesazhin e Erdogan. Krahas Kosovës dhe Italia mbeti jashtë botërorit 2026, kualifikohet Bosnia. Në këtë përballje Italia arriti ta mbyll kohën e rregullt vetëm në barazimin me 1. Në penalti vendasit u treguan më të saktë duke fituar 4-1. Kjo është hera dytë që Bosnia do të luajë në botëror. Për Italinë është botërori i tretë me radhë ku nuk do të marrë pjesë. Kombëtarja shqiptare e futbollit pësoi humbjen e dytë në arkun e 5 ditëve, ku qezitu mposhti 1-0 nga Ukraina në miqësorën e zhvilluar në Valencia të Spanjës. Ndeshja u vendos nga goli i Huculiak në minutën e 46. Sipas të gjitha gjasave, kjo ishte ndeshja e fundit e Silvinjos në stolin e Shqipërisë, pasi përfundon kontrata në Korik dhe kombëtarja do të rikthehet në fushë në muajin shtator për ndeshjet e Ligës së Kombeve. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dekoron kombëtaren e futbollit me medaljen presidenciale të meritave. Me një ceremoni në presidencë, Osmani tha se pavarësisht të rezultatit, kombëtarja mbetet në pjedestalin më të lartë të Republikës për krenarinë që i kanë bërë popullit ton. Sot me këtë dekorat, Republika e Kosovës e nderon punën, mundin, djersën e secilit prej jush. E nderon rezultatin tuaj, por mbi të gjitha e nderon krenarin që ja keni dhënë
secilit shqiptar pavarësisht se ku jeton. E nderon sakrificën që ju e keni bërë, për kushtimin e treguar dhe emocionin që kjo skuadër i ka dhuruar gjithë vendit tonë në secilën ndeshje. Pavarësisht rezultatit të thjeshtë, ju do të mbeteni në piedestalin më të lartë të Republikës sonë për krenarinë që i keni dhuruar popullit tonë. Presidenti i Federatës Futbollit Kosovës, Agim Ademi, pasi falenderoi presidenten për dekorimin, theksoi rëndësinë e mbështetjes për futbollin kosovar. Prandaj gjithmonë gënjos si federat, si futboll, dhe në anën të gjithë komunitetit futbollit, që jemi ferë të 7.700 veta, në pak më shumë, ju falenderoj shumë dhe ju dëshiroj sukses në rrugtimin e juaj politik. Krahas asaj ai paraqiti dhe objektivin e ardhshëm, kampionatin evropian të futbollit. Gjithashtu, besoj që edhe në të ardhmen kemi me qenë bashkë, jemi afër dhe sigurisht një ditë kemi mjuar dhe na juve me një medale të kampionatit evropian. Kapiteni i kombëtares Kosovës, Vedat Muriqi, gjatë dekorimit në presidencë tregon se është krenar që është pjesë e kombëtares, ndërsa nuk munguan edhe keqardhjet për ndërprerjen e ëndrrës për tu dhe hequr kombëtare në Kupën e Botës. Po shpresoj në të ardhmen se kemi një gjenerat shumë të mirë, shumë gjenerata e ardhë po vjen, akoma nuk e kemi arritur gjeneratën e ardhë. Unë jam shumë krenar e veten që jam pjesë e stafit të Kosovës, kapiteni i Kosovës kisha pas shumë dëshirë me udhëheq ekipin në Amerikë, por ja, të një herë fati nuk të përcjellë, kështu që ju falenderoj të gjithë me nga zemra në emër të ekipit, edhe shpresoj që takimi i radhës do të jetë një kualifikim evropian ose amator. Rrugtimi kombëtares Kosovës gjeti i ende në mediat prestigjioze ndërkombëtare. Gazeta e njohur amerikane The New York Times ka kushtuar vëmendje ndeshjes vendimtare për botrorin në cilën kombëtare e Kosovës u poshtë nga ajo e Turqisë me rezultatin 0-1. Sipas The Athletic, platformë sportive e kësaj gazete, pavarësisht humbjes, Kosova pritet të ringrihet dhe të bëjë përpjekje të reja për kualifikim në turnet e ardhshëm, ndërsa prestigjozja The Guardian shkruan se deri në sekondën e fundit e pa imagjinueshmja ishte e mundshme. Për Kosovën, gazeta shkruan se ky nuk do të jetë fundi, nëse ka një gjenerat që po lulëzon. Kupa e Botës 2026 mësoi 48 skuadrat si dhe ndarjen finale të grupeve në turneun që do të zhvillohet nga 11 qershor deri më 19 korrik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada. Çekia, Bosnjë-Hercegovina, Turqia, Suedia, Iraku dhe Republika Demokratike e Kongos janë 6 skuadrat e fundit që siguruan një bilet nga faza play-offit. Në grupin A të botrorit, Çekia i bashkohet Meksikës, Afrikës së Jugut dhe Koresë së Jugut. Bosnia luan në grupin B së bashku me Kanadan, Katarin dhe Zvicrën. Në grupin D, Turqia bashkohet me SBA-n, Paraguajin dhe Australinë, ndërsa Suedia do të garojë kundër Hollandës, Japonisë dhe Tunizisë në grupin F. Iraku rikthehet në Kupën e Botës pas 40 vitesh, duke u bashkuar në grupin I me Francën, Senegalin dhe Norvegjinë, ndërkohë që pjesë e grupit K do të jetë Republika Demokratike e Kongos, ku do të rivalizojë me emra si Portugalia, Uzbekistani dhe Kolumbia. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.